Tani, kjo më provokon mua për të bërë një pyetje ty, personalisht. A e ke vendosur ndonjëherë zemrën tënde për të kërkuar Zotin? Unë nuk pyeta a ke kërkuar Zotin thjesht një herë. Pyeta, a e ke vendosur ndonjëherë zemrën tënde për të kërkuar Zotin? Nëse nuk i vendosim zemrat tona për të kërkuar Perëndin, mbretëria e Tij, drejtësia e Tij dhe ajo çfarë ne do të bëjmë do të bjerë poshtë në nivelin e paganëve. Natyra jonë është e tillë që ne të jemi të sigurt për të kërkuar diçka ose dikë. Nuk ka njeri që nuk e kërkon diçka. Dhe nëse ne ndjekim natyrën tonë, ne do të kërkojmë për të parëndësishme. Neve duhet të vendosim zemrat tona për të kërkuar Zotin. Miq të dashur, njerëzit më kanë thënë mua që ka të herë kur kam qenë në këtë kishë. Unë nuk e di se ka ndonjë shpresë. Mos më fol mua në këtë mënyrë. Unë adhuroj dhe i shërbej një Perëndije që kur njerëzit e Tij e kërkojnë, ai u lejon atyre ta gjejnë atë. Ajo që më shqetëson mua nuk është a do lejoj Perëndia që ta gjejmë atë, por a do e kërkojmë ne atë? Dështimi, pse nuk po gjejmë Zotin, nuk është nga ana e Zotit, padyshim, është nga ana jonë. Ne mund të jetojmë në orën e emergjencës më të madhe të gjithë jetës tonë. Dhe ne mund të veprojmë si rastësisht dhe indiferent, sikur ne të ishim duke jetuar në ditët e fitores së lavdishme frymore dhe të korave. Nëse ne do ta kërkojmë atë, ai do të na lërë të gjejmë atë. Dhe shpresa jonë e vetme është të kërkojmë fytyrën e Perëndisë, fytyrën e Perëndisë.